si mund të këshillojmë një vëlla që e fal salatin e dhuhrit me zë të lartë, barakallahu fikum. Nëse së pari ky vëlla këshillohet dhe i tregohet këtij vllait se namazi ka namaze me zë dhe ka namaze pa zë. Dhuhri edhe asri, të dreka dhe ikindia janë namaze që falen pa zë. Dhe leximi i Kuranit bëhet në vetvete. Alhamdulillah rabbil alamin. Ashtu në vetvete. Jo më të alhamdulillah rabbil alamin arrahman jo. Lexon vetveten që ndëgjon vetveten tënde. Nëse edhe pastaj maghribi, isha edhe fajr, akshami, yatsia dhe sabahu falen me zë. Mirë po edhe brenda akshami dhe yatsia kanë rekatin e tretë akshami dhe rekati i tretë dhe i katërt i yatsis janë pa zë. Dhe duhet më mësu që namazi është në këtë mënyrë. Dhe nëse ai rob i Allahu subhanahu wa taala e kupton këtë gjë, dhe din që kështu është suneti i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Dhe pastaj qëllimisht falet me zë, atëherë ka kundërshtuar urdhën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe veprimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë men ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad. Kush shpik diçka në çështjen tonë që nuk është çështja jonë, thotë ajo gjë është e refuzuar. Ai namaz i refuzohet nga se është në kundërshtim me veprimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. A nëse gabimisht lexon me zë në namazet që janë pa zë, dhe lexon pa zë në namazet që janë me zë, nëse këtë punë e bën gabimisht, ai s'ka gjë, as ka nevojë se të sejë nga se ky veprim është prej suneteve të namazit. Allahu di më së miri.